është në këtë menaxhimin e një mini krize, në raport, pra, duke mbajtur si thua dy kunguj në një sjetëll, në kuptimi që nga njëra anë duhet të thot ndërkombëtarëve që unë po respektoj sistemin e drejtësisë. Jam për reformën e drejtësisë që kemi votuar 2016, e do ta çojmë përpara, pra, nuk do ndryshim të pavarësia etj. Por nga ana tjetër duhet qetësoj në një farë mënyre gjithëkënd që e kanë mbështetur në koalicionin e vet, administratën, ku diun biznese që e kanë mbështetur, militantët e vet, e kështu me radhë, një numër shumë të madh, se është koalicion i madh, sa vota ka marrë, pra shumë dhe mandate, 83 mandate, që do të thotë janë njerëz dhe grupime dhe interesa që duhen qetësuar në kuptimin që zoti Rama do duhet u thotë këtyre që pavarësisht çfarë po ndodh me drejtësinë, pavarësisht se kemi disa çështje edhe ngërçe me ndërkombëtarët për këto gjëra, ju duhet jeni të qetë sepse çfarë ka ndodhur deri tani do vazhdoj të ndodhë edhe nesër. Pra duhet të vazhdoj të shfaqet si një lloj garanti i rendit në një farë mënyre. I rendit që me mua ka... Referendumi i shërben, thonë është një instrument që i shërben. Shiko, referendumi bën këtë gjë. Referendumi është mënyra për të, në politikisht ose strategjikisht është mënyra për të zhvendosur vëmendjen nga një krizë në normalitet. Pra në kuptimin që të mos flitet më për problemin e drejtësisë, mos flitet më për çfarë po ndodh me zonjën Balluku, pra që hoqe nga qeveria, por e ke drejtuese politike në Fier, për shembull, ose e ke deputete, por e kështu me radhë. Pra, si më thënë, një lëshim i pjesshëm ose gradual në një farë mënyre i zonjës Balluku në kuadrin e presioneve që ka pas zoti Rama pra për këtë çështje. Dhe gjitha kjo e tregon zotin Rama të dobët. Pra kjo krizë e tregonte, si më thënë, të presionuar, të dobët, dhe që ky nuk është imazhi që do të jap ai, sepse ky është imazhi i dobësisë për një lider që garanton rendin, është imazhi më i keq që mund të jap. Sepse nuk e garanton dot më rendin për ata që i kanë besuar, e kanë mbështetur, e kanë vot besuar, e kështu me radhë. Qartë. Ky është problemi. Por cili mendoni që mund të jetë mekanizmi që duke e mbyllur edhe çështjen e referendumit me këtë pyetje, që do e ndajë se ku duhet përdorur pra për një X çështje dhe ku jo. Se mbase fund përdorë vetëm për çështje interesi, më kupton?